Duket si një kaos apo hyn këtu, por në fakt të gjithë rendin pas një detyre, pas një misioni, që si emrues të përbashkët kanë pacientin në luftë me kohën. Urgjencat janë pjesa më e ngarkuar dhe më intensive në shërbimet spitalore, duke bërë këtë specialitet më pak të preferuarin për mjekët e rinj. Ne kemi vështirësi, gjithmonë do kemi vështirësi, është specialiteti i tillë ky, me shumë problematika, mbetet një sfidë për të gjithë mjekët e rinj, por edhe ata që janë aktualisht, për ta ngritur në një nivel tjetër, për të afruar sa më shumë mjek specialist, ne kemi nevojë për mjek të ri urgjence. Të gjitha studimet tregojnë se mjekët e urgjencës preken nga burnauti, pjesë kjo që kërkon kompensim në pagesa më të mira dhe motivim. Nuk jemi më në ato nivele që kemi qenë para disa vitesh, por motivimi ngelet gjithmonë për të rivlerësuar. Urgjencat polivalente e QSUT-s dhe ajo në Spitalin Rajonal të Durrësit regjistrojnë flukset më të larta. Kjo e fundit përballon edhe shumë qytetarë të huaj. Gjithmonë më shumë popullsia shtohet për shkak të emigrimit të brendshëm, por edhe emigrantë që vinë nga vendet huaja. Kemi edhe pacientë cilët i përkasin kombësisë italiane, cilët janë mosha të hyra që kanë vendosur që të qëndrojnë në Durrës. Kemi punëtorë që vinë nga Egjipti, nga India, nga Filipinet, pa frikë që numri i vizitave dyfishohet, krahasuar me muajt e tjerë të vitit. Urgjenca nuk një radhë, por prioritete. Të sëmurët më rënd që vendosen nga triazhi me kod të kuq duhet të marrin shërbim të parët. Kjo shpesh sill padurim në radhët e pacientëve për pasojë dhe konflikte. Të kenë durim dhe të na mirë kuptojnë kur ne ju japim prioritet rasteve më rënd. Sfidat, ngarkesat, por edhe dilemat e diagnozave ishin pjesë e diskutimeve të konferencës kombëtare të mjekësisë urgjencës, ku në fokus u vendos menaxhimi i insuficiencës kardiake akute.